Pishmoni, më i madh njët, ose pengu? Pengu. Dëshira ma madhe imja kështë qenë, unë e kam veç një djallë të kështë pas ajë një motër, për një qikë, ani me qëllu se të kështë qenë qështu, hala me lu se. Se kum po tek të nej shumë hijat në otër. Një herë bashkë shumë pilqej, po, masa nej po, lohe se i shkon, qështë duhet. Njëtë në shuklau dhe unë ty bë një kam. Kur? Po se ka bo venë, vëllohim në kënë ka herë dalash. Cili është një peng që ju kam betë gjatë jetës, ose një pishman, kështu, naj qef që se keni mujt me kry? Po e vëllohe qef të naut. Gruja më ka dekë, që aty mas keshti më ka konë, tash ju metë. Jeni metë vetë? Vetë, që 60 vjetë i martu me ta. 60 vjetë? Edhe me men kur një fjorë të keqë me të në rrugës e kam, se më kanë gugusë. Ma në shukon atë herë, edhe ka punu e ka këmë thonë, kur problem së më ka... Gjithmonë e keni kalu mirë me grunë? Fort mirë e kemi kalu. Cilat janë ato kujtimet që ma të mira i keni kështë? Pa e vallohi, kujtimet kur dullëm Prishtinë adin. Për cilit vend keni orë? Për i Grashtisë, 10 kilometra për Prishtinë. Keni orë tani në qytet? Po, jemi orë në qytet. Tani kemi nejë në qytet, ju më dola 5 në katun. Sot 2 djeli kom ati në katun, 2 i kom fush Kosovë. Po të kalë dhe që shimi njëftu. Me mësit, një dhonër e jemi u shkuë, se kom po tek të nej shumë hijat në otër. Dhonër, se kom po. Si adeti asaj kohë? Haj më dhe atëres se dëshën ashtu hishë. Kur ju më hijat në otër dhonër, që aty jemi njëftu. A ju ka pëlqy, ju ka dok? Keni qenë tri? Një herë bashkë shumë pilqej, po, masa nej po, lohe se i shkon, qështë duhet. Sa vjetë i ke pas kur je martu? I kum pos, ka 18 vjetë. Ajo nusja? Dhe ajo qështu? Gjenerat? Një gjenerat, po ajo vdekë që 6 vjetë, e rëkë një smujës. Apo ju mungan? Bodhë. Apo i kujton në herë ashtu kujtimet që i keni pas bashkë? Pa i qysë për më kujtoj, ka jemi shkua, ka jemi kone, ka mas. Ka keni shku? Qa keni po, këtë jetën, kalzona? Pa në për malla, në për ora, në për të punuë të naunte, se na kur s'kemi, na trektine kemi punuë. Po e vëllohe, se dohar ma shtia. Sa? Njere po begenisën të nej, po prishën, që ajo sën regël. A e kiti një mendim pëse po ndohen? Pa i ty me ben po dijo në tash qka, për qka së mpeq që vëjnë mirë bo aki. Ajo në altë, kënë, edhe skijat, e ke rreje po i ty në shku e kush me të lamrua i zotë, mos e dhashtë. Sot veç unë 58 vjetë këmë rënu me grua, veç njetë në shuklau dhe unë ty bë një kam. Kur? Po se ka bo venë, vëllohim në kënë ka herë dalash. Mu martu edhe një herë? Jo, mu martu edhe një herë jo, na i pishman tjetër. A kite? Jo, një sekund. As një pishman? Jo, i lo këtë, këtë në. Pishmoni, më i madh njët, ose pengu? Pengu, ma i madh njët. Selzësh po thëmë e kom shtirë diçka ekstra, diçka tjarë zakonshme që për shambull kësha dash me arritë, se kom arritë, për në me nuk më kanë ndonë. Jo, si kam qenë shumë i suksesshëm. Po, normal. Po, ndoshta edhe kërkesat e mija kanë qenë modeste. Je mundu me i pljocu kështë. Po, kështë që për afërsisht. Okej, po na i dëshi, na i qef, diçka i vogël, sa do ka qenë. E kini jetë për gjatë mbrapa. Përqitëshem. Ndashta dëshira ma madhe imja kështë qenë, unë e kam veç një djallë të kështë pas ajë një motër. Të kështë pas një vajzë, që e kështë me paju, ka është diçka që s'është marrë për meje. Kështë që jo minjo zotit të përsa ta që ma kanë falë. Për një qikë, ani me qëllu se ti të kështë janë qështu, hala me lu. Qikat janë shumë mira për prendë, thojnë. Valaj, thojnë. Po mdo këtë për evrinë mëngesën e një vajzë. Valaj, qikat janë të mira, qikat është privilegj me pas qikë edhe për të ke fundit edhe nona tona ka qenë qika. Kujna më thonë që në qëtë qia atëherë, e mota të këtatë. Kështë që thash që qëta ndoha, se po thomë, do shta kanë qenë kërkesat e mija modeste, kështë që trafësisht ja këmë A në cilat kanë qenë ashtu
cili ka qenë ajo rutina jote kur ke qenë i ri, që ka qenë kështu jeta modeste, dëshirat jem plotësuar në baza normale? Po. Atëherë kur kemi qenë A ka qenë kështu ama ndryshe? Tjera kohë kanë qenë, rrethon kanë qenë tjera, na kemi qenë ma të ke fundit as kemi ditë sot s'ka pas qysh me thonë oferta kosot kanë qenë këtë disi ma të skurtume, ma të gushta, ma të paktat, masa edhe mundësit ekonomike kanë qenë tilla, masa ndoshta edhe mentaliteti ka qenë i tilla, jemi knoq. Na sot bojna qefet ndryshme, dalim me shoqni, dalim në kafe, e kalojna këtë kohën e lirë në krejt mënyrat, jo që keni kalu kohën e lirë atë. Ku keni dalë për qef? Po, na për qef kemi dalë vetëm mramje, korze e qyshëm, do me thonë një shëtitje ku shëtitje së në qytetit, takoheshim me një që kishëm dëshirë mu taku, pa marrë vesh ardia, jo, se ka qenë në një rëthuje se obligative me dalë. Unë e studimit të këmë krynë Sarajevo. Edhe për ta them, sa ka qenë mirë që kjo që stash ma kujtove për shembull që shëtitje, kur ka marrë këmë altu me 3-14 km në orë me autobus, po edhe me tren kur ka marrë në herë, gjithmonë ka zgjatë shumë, edhe qashtu pa fjetë pa përshu. Me nëzirë për sa më bë mramje, zbisha ish me shlenë. Më taku njerë me shokë, me njesë që kësha dashme, pas e disha që i shokë të, po ty. E ta që janë kërkesa tjera, fatë mirësisht dhe kushtet janë tjera, femnat i kena ma të anticipume, njës janë ma përduru, ma të qërëshu, ma të edukume. është eduku për mirë apo për... Kjo shoqni brenga ma madhër që kjo që unë ja kam juve dhe gjeneratët e tashme. Me të vërtet që kjo kohë, po na disi shumë droga është për hapë me të madhe që është një disa shumë seni keqë, ma se disa mos kuptime vrasje, edhe për para ka pasve që jo që të masë edhe jo për që të shkaqe, atëherën është edhe s'kanë pas qare, mos spirë, se to e veç spaku që ashtu diçka, kanë qenë tralla dhe kanë qenë thveja se është sot për pak fjallë, ngucëm, rritën, këta djone, kësha do që kur mos me ndodhë, kur konë, për si do mos janë po blintim. Unë po të falenderoj që të regove një dëshirë nështë që nuk është kanë dorën tënde për më u realizu. Ka qenë njëjta dëshirë për bashkëshortën, po s'po dyshoj që po? Po, pa tjetër, që e keni do të keni dash një vajzë? Po, për hirë laut e për hirë tonën, po, që ashtu e kështu është, okej. Vështirë është njeriu me realizu shka andrën. Mirë po, kur ta gjosh mesataren, prapë du të me qeni knashur. Po. Mu më interesën qashtja kombëtare ma shumë ti. Po, për shihet, a i një vlazni? Po, qashtja kombëtare, që ajo është me realizu qëto, e kemi shansën, po më salshojmë. 77 vite i mbush me 9 apo 10 maj. Po jo? 80. 80, okej, vllai i madh edhe... Po, Vllai i vogël.